Për 2 ditë këto hapësira do të jenë në shërbim të pjesëmarrësve të samitit ballkanik të blockchainit që për herë të dytë organizohet në Kosovë. Ngjarja ka nisur të shtunën me panele shumë folës për tema të ndryshme që lidhen me kriptovalutat e që fokusi kryesor I tyre këtë vit është edhe inteligjenca artificiale. Për herë të parë në Kosovë, erdhi edhe Rachel Conlon, drejtoreshe marketingut në kompaninë Binance, e cila tregon se pse Kosova është nikoqire e kësaj ngjarje. Ajo që kemi parë gjatë 3 viteve të fundit është një komunitet në rritje këtu shumë kurreshtar për kriptovalutat, asetet digjitale dhe blockchain, dhe që dëshiron të kuptoj se çfarë më shumë mund të bëj jo vetëm nga perspektiva e tregtimit, por edhe nga ajo e ndërtimit dhe zhvillimit. Një nga bukuritë e hapësirës së aseteve digjitale është se nuk drejtohet nga disa tregje të vogla globale të kapitalit, por nga komunitete individuale në mbar botën që fokusohen në edukim nga baza. Binance si platformë globale për shkëmbimin e kriptovalutave tashmë ka arritur 2 milion përdorues në Ballkan e një nga prioritetet është edhe siguria e përdoruesve të saj. Sa I përket sigurisë për ne në Binance, ajo është një nga prioritetet kryesore, ndërsa shumë kush I sheh inteligjencën artificiale dhe teknologjitë në zhvillim si një kërcënim. Gjatë 5 viteve të fundit ne kemi përdorur teknologjitë e inteligjencës artificiale për të integruar në platformën tonë dhe për të siguruar që po vendosim protokollet më të mira të menaxhimit të rrezikut dhe sigurisë. I praneshëm në hapjen e këtij samiti ishte edhe kryetari I Prishtinës Përparim Rama, e që tha se blockchain do të ndihmonte shumë qeverisjen lokale. Ai mund të krijojë shërbime publike më të shpejta, menaxhim më të mirë të pronës komunale, zgjidhje të mençura për transportin urban, energjinë dhe menaxhimin e mbeturinave. Në Kosovë tashmë është I njohur për investimet e tij në kriptovaluta ish deputeti I PDK-s Memli Krasniqi. Ai foli për lidhjen e tij me Binance pak pas lancimit të saj, gati një dekadë më parë, duke thënë se duhet të ketë edukim digjital e jo frikë. Disa vende po ecën më shpejt me rregullim të qartë, me ekosisteme miqësore për startupet dhe me tërheqjet e talenteve. Ballkani dhe Kosova nuk mund të përballojnë të mbeten prapa. Në fakt, ne duhet të udhëheqim. Dhe unë frymëzohem sa vi në këtë samit dhe shoh shumë vajza dhe djemë të ri që janë forca shtytëse pas kësaj. Balkans Blockchain Summit do të përmbyllet të dielën, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të fitojnë dhuratë me mbi $10.000 dhe shumë shpërblime të tjera.